Pas përfundimit të provimeve të maturës shtetërore, maturantët e shkollës mesme pedagogjike Pandeli Sotiri dhanë lam të mirën bankave të shkollës me mbrëmjen tradicionale të promovimit. Një natë emocionesh, buzëqeshjesh dhe kujtimesh, ku fundi një etape u kthye në nisjen e një rrugtimi të ri. Mes familjarëve, mësuesve dhe miqve, të rinjt festuan 3 vite të mbushura me sfida, përpjekje dhe ëndra, shpreh drejtoresha e shkollës Matilda Gushi. Sot për maturantët tanë është një mbrëmje veçantë, pasi do të përmbyllin një rrugëtim të suksesshëm dhe të rëndësishëm të jetës së tyre. Pas viteve të mbushura me sfida, me përpjekje, miqësi dhe kujtime, ata sot do të festojnë arritjet e tyre. Të dashur maturantë të shkollës Pandeli Sotiri, uroj të ndiqni ëndrat tuaja, mundësitë tuaja do të jenë pafund. Besoni te vetja, ndiqni ëndrat tuaja me shumë guxim dhe mos harroni kur vlerat që keni fituar gjatë gjithë këtyre viteve. Uroj që rrugëtimi juaj të jetë i mbushur me shëndet, lumturi, arritje, suksese dhe shumë realizime. Sukseset tuaja do të jenë të panumërta dhe uroj që rrugëtimi tuaj i dijes të jetë i pafund, i mbar dhe i suksesshëm. Do të jetë një mbrëmje e veçantë vërtet për nxënësit maturantë degës greqisht, pasi ata do të përmbyllin një cikël 12 vjeçar rrugëtimi, ulën në bankat e shkollës të gjithë së bashku 6 vjeçar dhe përfundojnë këtë cikël me sukses tash me maturantë 18 vjeçar. Paçin fat dhe mbarësi në rrugëtimin e tyre të ri. Për mësuesen Anthulla Kiçu, kjo mbrëmje është pa aq emocionuese sa edhe për nxënësit, pasi pas viteve të kaluara së bashku po përcjellin një brez të ri, me bindjen se dijet dhe vlerat e fituara në shkollë do t'i shoqërojnë në çdo hap të jetës. Sot është ditë e rëndësishme për nxënësit tanë. Mbaruan një cikël mësimor dhe ju urojmë suksese në çfarë ata do zgjedhin në rrugëtimin e tyre dhe ta dinë që këto kanë qenë vitet e tyre më të bukura dhe shoqëritë më të sinqerta. Ne do të jemi gjithmonë në krahun e tyre për çdo gjë. Një urim të veçantë përcolli dhe kryetaria e bordit të prindërve Mirela Çabeli. Në emër të prindërve, ajo falenderoi drejtuesit dhe mësuesit për përkushtimin dhe profesionalizmin e treguar ndër vite. Si shembull të besimit ndaj kësaj shkolle pedagogjike, ajo solli faktin se binjakët e saj i kanë ndjekur të gjitha ciklet e arsimit, nga arsimi fillor, nëntëvjeçar deri në arsimin e mesëm, pikërisht në këtë institucion. Sipas saj, shkolla ka qenë një shtëpi e dytë për shumë familje, ku fëmijët jo vetëm kanë marrëdije, por janë formuar edhe si qytetar me vlera, përgjegjësi dhe integritet. Ajo vlerësoi gjithashtu rolin e pasvendësueshëm të mësuesve dhe drejtuesve në krijimin e një mjedisi ku cilësia në mësimdhënie ecën krah për krah me edukimin, respektin dhe bashkëpunimin. Me emocionet e kësaj mbrëmjeje, maturantët mbyllin një kapitull të rëndësishëm të jetës së tyre. Përpara i presin sfida të reja, por edhe mundësi të reja për të ndërtuar ëndrat e tyre. Ndërsa kujtimet e shkollës do të mbeten gjithmonë pjesë e rrugtimit të tyre.